ndoshta do të ishte udhës që të flisnim dhe të kishim temë tjetër. Por e parë, në këndvështrimin e ngjarjeve të fundit, e pa të arsyeshme që të flasim përsëri për këtë temë. Pra të jemi në mbrojtje të familjes. Të reagojmë ashtu sikur i ka hije çdo njeriu i cili beson në Zot dhe pastaj beson në parimet që Zoti na ka dhënë në jetën e kësaj bote. Projekt ligji i cili u shumë përfol që lejonte në thonjza më shumë se 2 gjini, pati një reagim mbar popullor, dhe aq më tepër dhe komunitetet fetare, të cilat për hir të vërtetës janë gjithmonë bashkë në të mirën e popullit dhe në të mirën e vendit. Që raca njerëzore të vazhdojë, duhet patjetër që të ekzistojë institucioni i familjes, që lloji i njeriut ta përçojë misionin e tij për cilin e ka ngarkuar Krijuesi i gjithësisë, duhet të funksionojë vetëm në këtë formë. Këto ishin fjalët përshëndetëse nga komunitetet fetare si organizator të kësaj tyreze. Të nderuar të pranishëm, këto fjalë të thjeshta, të cilat burojnë nga zemra e çdo njeriu i cili e do dhe lartëson familjen, duhet të tingëllojnë të tilla në çdo rast dhe në çdo moment të jetës së njerëzimit në tokë. Zoti na krijoi që ne të kryejmë misionin e Zotit në tokë, pra ta përçojmë racën njerëzore ashtu sikur Zoti na krijoi. Ju faleminderit. Përshëndetje të gjithëve. Nderuar me i qarku të radhë, nderuar dorëmarrëse, të nderuar autoritete, qarku, të qytetit, nderuar pjesëmarrës. Përpara disa ditësh, kur u takuam dhe me Miftiun, i cili më propozoi një mendim që të mbledheshim për të thënë diçka dhe për familjen. Vlerët me njërë e përkrahën dhe thamë se jo ta organizojmë të gjithë së bashku një event të tillë, një tyrezë për rregullaku ndryshe. Familja na jep identitetin dhe ndihmimin e përkatësisë. Dhe brenda saj ne aftësohemi të bashkëndajmë përvojat e përditshme, si dhe na ndihmon të japim jetës son kuptim dhe qëllim. Të gjithë e dim se njeriu është një qenie komunitare dhe që e fillon jetën e tij brenda familjes. Pikërisht familja është komuniteti ku qysh prej fëmijërisë njeriu mëson vlerat morale, të dojë, të nderojë dhe të kujdeset për veten, por edhe për tjetrin. Me jetën në familje, njeriu fillon edhe jetën në shoqëri. Përvoja e marrëdhënieve dhe lidhjeve familjare mëson fëmijën, pra njeriu, ta ka përcej egoizmi shkatërrues dhe të ndërtojë themelet për një qëndrim të drejtë ndaj të tjerëve dhe që më pas vazhdon edhe në shoqëri. Prandaj dëmtimi dhe minimizimi i lidhjeve familjare sjell në mënyrë të paevitueshme deformimin e zhvillimit të normal të fëmijëve. Pra, të njeriu. Kështu roli i familjes në formimin e personalitetit është i jashtëzakonshëm. Asnjë institucion social tjetër nuk mund ta zëvendësojë atë. Moskultivimi i vlerave të mësipërme dhe identitetit personale familjar, apo dhe i lidhjeve dhe i përvojave në fjalë, i gjen të papërgatitur fëmijët dhe familjet në rast nevoje. Madje këta dhe thithen më lehtësisht dhe dëmtohen kur përfshihen në kulturën, thonjza, bashkëkohore me krizat e thella të saj në lidhje me martesën dhe familjen. Duke mbyllur, citoj, fjalët e famshme
se nëse Perëndia nuk ekziston, të gjitha janë të lejueshme. Mund të shihen të realizueshme me të gjitha pasojat tragjike në të gjitha familjet dhe shoqëritë që e kanë larguar Perëndin nga jeta e tyre. Sepse duke mos pranuar ekzistencën e Perëndis, nuk mund të pranohet as ligji moral dhënë nga Perëndia. Diçka do të shkojë drejt degradimit dhe shkatrimit. Besimi në Perëndi është një garanci për vlerat që ka familja dhe meditojmë për to. Dhe Zoti i ka dhënë fjalën e vet te Bibla, i ka dhënë te Kurani, te librat e shenjtë. Përjetojmë, por më tepër për të mbledhur së bashku dhe për të theksuar disa fjalë dhe disa mendime. Them që është, si thua, një fokus dhe të kërkon një vëmendje të drejtë. Është një familje ka sfida të mëdha. Në radhën e atyre gjërave që s'pa kanë të bëjnë. Faleminderit. Dhe tani, fjalën e ka Me të vërtet familja është qelizë e shoqërisë njerëzore. Ajo është baza. Dhe jo të pa të më kanë të ndjenjeve copy-paste që vëzë. Pa dyshim që feja dhe religionet kanë ndikim jashtëmase mbi njerëzimin. Komoditet e sa më shumë për të mbështetur qitet e reja dhe një prej ta që vitin nga fëmijët tanë. Kujtose ti nuk je pasqyrë e vërtet e njerëzve që kanë mësyrë në vesh për atë që ty të kanë botuar apo të kanë zgjedhur. Dhe mbi politikën dhe shumë unifikuara që ndikojnë mbi njerëzimin. Ndërmjet një burre dhe një gruaje është një kusht i domosdoshëm i martesës, e cila është edhe baza dhe zemra e familjes. Të ri, i për familjet e reja mundësi shoqërore, arsimore dhe punësimi, duke falendëruar përzemërsisht Që kanë të bëjnë me bonus trajimi, që duhet të jenë vëmendje përditshme çdo buxheti. E familjes. Jo se ndjehemi të përcënuara, kur themi dhe mbrojtje, por nevojitet që një rëndësie kryesore për mbrojtjen e familjes. Disa mendime që Martusha, me shtar salesian dhe familjar i komunitetit katolik të Lushnjës. Don Pauli nuk mund të marrë pjesë personalisht në këtë turizm të rrumbullaket për arsye të shërbimit fetar në këtë moment. Angazhimi ynë arsimor përmes shkollave dhe formimeve të fëmijëve të rinjve është një kontribut në të cilin Kisha Katolike shquhet dhe të gjitha që të gjithë kërkojnë edhe një punë të rëndësishme për të përfshirë familjet dhe fëmijët dhe të rinj. Në fakt, është në familje ku brezat e ri u transmetohet vlerat fetare dhe njerëzore. Familja në këndvështrimin e Kishës Katolike të Krishterë është bashkësia e parë njerëzore e dëshiruar dhe themeluar nga Krijuesi, i cili i beson njeriut, mashkull dhe femër, vazhdimësinë e veprës së tij krijuese dhe drejtimin e botës për të orientuar atë drejt qëllimit të saj të vërtetë.